Mirëmëngjes. Data 2 janar. Fillojmë mbas një pauze kohore me pak vrap rreth 5 kilometra aty ku fillon gjithçka. Liçeni artificiali të Tiranës. Vend fantastik. Për të filluar rutinet sportive. Qetësi. Fatkeqësisht i boshatisur, ndërkohë që Tirana ka një popullsi shumë të madhe banorës, një përqindje shumë e vogël merren me sport. Megjithatë, shpresojmë që ky realitet të ndryshojë, pa diskutim për mirë, njerëzit t'i afrohen natyrës, t'i afrohen sportit për një jetë të shëndetshme dhe si gjithmonë me Maraton Albania.